Objekti ka 5 nivele, do më thonë duke përfshi bodrumin, pjesën përdhes dhe 3 kate. Është si që ceka sipërfaqe totale prej 4682 metra shkatror dhe parashihet që t'i akomodoj diku rreth 150 zyrtar të shtetit. Investimi total që është bërë në këtë ndërtesë është rreth 1.8 milion euro. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, në kuadër përgjegjësive të saj, e ka edhe pjesën e reformës së administratës publike, edhe një prej hapave të reformës tonë është që të sigurohemi që administrata publike është një punëdhënës atraktiv, pra që i tërheq profesionistët, të rinjt edhe të rejat, të vinë edhe të punojnë, të angazhohen në shërbimin civil dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shtetit. Një prej elementeve që e bën qeverinë gjithsesi administratën tonë punëdhënës atraktiv janë edhe hapësirat. Pra, përmes ndërtimit të këtyre hapësirave na ofrojmë kushte adekuate për punë për institucionet tona shtetërore. Kur përfundoj tërë kompleksi, domethënë do t'i akomodoj diku rreth 1800 zyrtar të shtetit. Prej këtyre 11 ndërtesave, 3 ndërtesa tashmë janë përfunduar edhe funksionale. Kjo është ndërtesa e tretë që bëhet funksionale, e pastaj plani është që gjatë këtij viti deri në fund të muajit gusht parashihen që edhe 3 ndërtesa të tjera të përfundohen. Është shumë e rëndësishme që zyrtarët e Amikut të jenë në hapësira të sigurta, ku ruhet dhe administrohet informacioni i klasifikuar në mënyrë të sigurt dhe të përgjigjen kërkesave tona ligjore në raport me mbrojtjen, qarkullimin dhe administrimin e informacionit të klasifikuar. Po ashtu edhe në raport me ndërkombëtar, domthonë partnerët tonë ndërkombëtar, ku veç se kemi filluar disa iniciativa për arritjen e marrëveshjes së përgjithshme të sigurisë.